Nuk njiheshte ndonjëherë në historinë e Omeri me Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu që të mungon në namazin me xhamat. Vetëm që ja ndodhi njëherë 2 javë risht Omeri me Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu nuk doli në xhami. Dhe normal sahabët radhiyallahu ta'ala anhum kur mungonte dikush shkoni dhe vizitoni se e dinin ato se mungesa dikujt është vetëm si pasojë e sëmundjes. E Omeri me Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu ju vllazën e kishte sëmundje një ajet prej të qajturit të madh Nata radhiyallahu ta'ala anhu, ku Allahu te bareke ve teala thot yawma yud'un ila nari jahannam da'a hadhihi an-nar allati kuntum biha tukadhibun. Ditën kur ata do të thirren dhe do të mirën për në zjarrin e xhehenemit rrëshqanas. Dhe do t'ju thuhet, kjo është zjarri të cilin ju e mohuat. Aq shumë ka qajt Omeri me Khattabi radhiyallahu ta'ala anhum, sa që për 2 javë me radhë ju vllazën kanë shkuar njerëzit e kanë vizituar radhiyallahu ta'ala anhum. Njiheshte Omeri me Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu vllazën me zemrën e butë që e kishte kur i dëgjonte ajetet e Rahmanit subhanahu wa ta'ala, sa që ka në transmetime se ndërsy ka pas 2 vija të zeza për lotëve të tepërta që i kanë dalë për frikës Allahu subhanahu wa ta'ala.